Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit më shërblotit. Falënderimet më të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës katalogu i të gjithë përmbajtjes së Kuranit famëlar. Do të bazohemi në 4 ajetet e para të surës Hud, ku Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Ky është një libër ajetet të cilit janë radhitur mrekullueshëm dhe janë parashtruar me hollësi nga ana e një të urtit të gjithdijshëm. Adhuroni vetëm Allahun. Unë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jam për ju një paralajmërues dhe sjellës i lajmit të mirë prej tij. Që ju porosis të kërkoni falje nga Zoti juaj e të ktheheni tek ai me pendes. Ai do t'ju jap të shijoni kënaqësi të bukura deri në afatin e caktuar dhe do t'ju jap çdo të miri shpërblimin e merituar. E nëse ktheni shpinën, unë i friksohem dënimit tuaj në ditën e madhe. Tek Allahu do të ktheheni dhe ai është i plot fuqishëm për çdo gjë. Nga ajeti i parë deri në ajetin e 4 të surës Hud. Kjo sure, të nderuar dëgjues dhe shikues, fillon ashtu si disa sure në Kuranin famëlar me 3 shkronja të Kuranit, ku vetë këto 3 shkronja janë një argument ndër argumentet e Allahut të madhërisëm. Vetë përmbajtja e gërmave të veçanta, Elif Lam Ra, është një argument për rëndësinë e këtij libri famëlar qiellor, i cili përbëhet nga gërma të thjeshta, të njohura nga të gjithë si Elif Lam Ra, dhe përmban një mrekulli të lartë në vetvete. Pas këtyre gërmave të veçuara, ajeti sqaron një nga veçoritë e Kuranit famëlar në 2 fjali. E para, të gjitha ajetet e tij janë të përsosura dhe të shkoqitura, që do të thotë, ky është një libër vargjet e të cilit janë të radhitura mrekullueshëm. Dhe e dyta, në të vërtetë shpjegimi i nevojave të njeriut në jetën e tij individuale dhe atë shoqërore, qofshin materiale apo shpirtërore, janë të qartësuara në Kuranin famëlar. Sepse vetë Allahu i madhëruar na e shpjegon këtë gjë në Kuranin famëlar, sidomos në këtë sure ku thotë dhe janë parashtruar me hollësi. Pra, çdo gjë çfarë ka njeriu në këtë jetë dhe çfarë e pret atë në jetën tjetër, është caktuar dhe parashtruar me aq hollësi sa mendja e njeriu nuk e percepton dot, por është Allahu ai i cili i ka parashtruar dhe ka shkruar të gjitha këto gjë. Ky libër famëlar, me këto veçori nga u zbrit dhe si u zbrit, pyet njeriu, duhet të përgjigjemi. Ai u zbrit nga ana e Allahut, të urtit, të gjithdijshmit dhe Allahut Zotit një dhe të vetëm. Ashtu siç Allahu thot, nga ana e një të urti të gjithdijshëm. Bazuar në urtësinë e tij janë radhitur në mënyrë të mrekullueshme ajetet e Kuranit famëlar. Me cilësinë e tij si i mirë informuar, ai ka sqaruar qartë ajetet e Kuranit në fusha të ndryshme, plotësisht në përputhje me nevojat e njerëzit. Ai që nuk i njeh mirë detajet e nevojave shpirtërore dhe trupore të njeriut, nuk është në gjendje të përpilojë e të nxjerrë rregulla dhe ligje të vyera dhe të përsosura. Të gjitha cilësitë të nderuar dëgjues dhe shikues, këto cilësitë e Kuranit famëlar që kanë ardhur në këto ajete, burojnë nga një prej cilësive të Allahut të madhëruar. Rregullat dhe konsolidimi i Kuranit janë nga urtësia e Allahut. Radhitja e ajeteve dhe pasqyrimi me hollësi të përkryer është veçse nga mirë informimi i Zotit një dhe të vetëm. Për të shpjeguar ndryshimin ndërmjet fjalës uhkimet dhe fusilet, komentuesit kanë studiuar shumë dhe kanë dhënë alternativa të ndryshme. Alternativa më e përafërt sipas kuptimit të ajetit të përmendur më parë është se fjalia e parë, uhkimet, do të thotë se i gjithë Kurani ka një lidhje unike si një ndërtesë e fortifikuar dhe e patundur. Po ashtu, fjalia e parë tregon se është shpallur nga një Zot i vetëm e i pashoq,
dhe për këtë nuk mund të gjesh kundërshtim në ajetet e tij dhe nuk mund të vëresh asnjë papajtueshmëri ndërmjet tyre. Fjalia e dytë tregon se Kurani famëlart në thelbin dhe identitetin e tij përmban ndarje dhe degëzime të ndryshme, që janë të mjaftueshme për të zgjidhur të gjitha nevojat shpirtërore dhe materiale të njerëzimit. Në ajetin e dytë, Allahu i lartësuar qartëson përmbajtjen më të rëndësishme të Kuranit, e cila është baza e tij dhe ajo është tauhidi, njësimi i Allahut dhe të qëndruarit përballë idhujtarisë. Ku Allahu thot, adhuroni vetëm Allahun, sepse ky është shpjegimi i parë për përmbajtjen e këtij libri madhështor dhe famëlart. Prej përmbajtjeve të thirrjes qiellore është se Allahu i madhëruar thot, unë Muhamedi jam për ju paralajmërues dhe sjellës i lajmit të mirë prej tij. Pra, prej këtu rrjedh fjalia se për t'ju paralajmëruar juve nga padrejtësia, ignoranca, degenerimi dhe shkatërimi, idhujtaria dhe mosbesimi, kokforcia dhe nga ndëshkimi i Allahut, ka ardhur një i dërguar i cili u shpall njerëzve fjalën e Allahut xheleshanhu dhe u tregon se në Kuranin famëlart gjendet përmbajtja e të gjithë jetës tonë. Thirrja dhe mesazhi i profetit për ju është që t'i kërkoni falje Allahut dhe të pastroni veten nga papastërtitë. Ku thuhet, e të kërkoni falje nga Zoti juaj. Përmes përmbajtjes së mesazhit tim, thot profeti Muhammed, është që ju të ktheheni tek Allahu me pendim dhe pas larjes së mëkateve dhe pastrimit në hijen e kërkimit të faljes, pra të istighfarit, të karakterizoheni me cilësitë të Allahut të lartësuar, sepse kthimi tek Allahu me pendim nuk do të thotë veç se të pajisesh me cilësitë dhe virtytet e tij. Për këtë, Allahu i lartësuar thot, e të ktheheni tek ai me pendes. Pra në të vërtet, 4 fazat e rëndësishme të thirrjes drejt Allahut të lartësuar janë shpjeguar në 4 fjali, ku 2 pjesë përmbajnë anën e besimit dhe të asaj thelbësore, siç e tham që ishte njësimi i Allahut, kurse 2 pjesët e tjera përmbajnë anën praktike dhe superiore. Gjithashtu, Allahu i madhëruar thot, tek Allahu do të ktheheni, kudo që të jeni dhe çfarëdo vendi apo pozite të keni. Kjo fjali tregon parimin e 5 nga parimet e shpjegimit të Kuranit, që është çështja e botës tjetër dhe e ringjalljes pas vdekjes. Mos mendoni kurrë se fuqia juaj mund të konsiderohet përballë fuqisë së Allahut të lartësuar, apo se mund të jeni në gjendje të shpëtoni nga caktimi i Allahut dhe gjykatës së drejtësisë së tij. Gjithashtu, as mos imagjinoni se Allahu nuk është në gjendje që të t'u bojë kockat tuaja pasi të vdisni dhe t'ju vesh një petk të ri të jetës. Për këtë, Allahu i lartësuar thot, ai është i plot fuqishëm për çdo gjë, thot Allahu i madhëruar. Pranimi i thelbit të tauhidit, të njësimit të Allahut dhe luftimi i idhujtarisë e pranimi i mesazhit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë 2 baza dhe themeli i besimit. Pastrimi nga mëkatet dhe edukimi me cilësitë hyjnore, të cilat bartin kuptimin e plotë të formatimit, janë 2 urdhëresa praktike që Kurani famëlart ka nxitur që ne t'i veprojmë. Nëse meditojmë me kujdes në ajetet e Kuranit, do të shohim se e gjithë përmbajtja e tij përmblidhet dhe specifikohet në këto terma dhe parime bazë. Ky është katalogu të nderuar dëgjues dhe shikues i të gjithë përmbajtjes së Kuranit, gjithashtu i të gjithë përmbajtjes së kësaj sureje. Në këtë momente ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju.